Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar kërkesat e paraqitura nga avokatët e pandeurve në dosjen e njohur si Partizani, të cilët pretendonin pavlefshmëri absolute të disa akteve hetimore të kryera nga prokuroria e posaçme. GKK arsyetoi se kërkesat e mbrojtura ishin të pabazuara në ligj dhe në prova, duke theksuar se vendimet e marra gjatë hetimeve paraprake nga gjyqtarja Irena Gjoka ishin në përputhje me procedurat ligjore. Gjykata vlerësoi se pretendimet për tejkalim të kompetencave nga ana e SPAK nuk gjejnë mbështetje në ligj apo në provat e paraqitura. Po ashtu, GKK kujtoi se të gjitha masat e sigurimit personal dhe pasuror janë shqyrtuar më parë në të gjitha shkallët e drejtësisë, deri edhe në gjykatën kushtetuese, çka përjashton mundësinë e pavlefshmërisë absolute të tyre. Sipas vendimit të gjykatës, ekspertët e Institutit të Policisë Shkencore kanë kryer detyrat e tyre bazuar në ligj, ndërsa argumentet e paraqitura nga pala mbrojtëse u cilësuan si deklarative. Gjykata ka njoftuar se në vijim do të thërras një ekspert topograf për të dëshmuar mbi njohuritë dhe kualifikimet e tij, përpara se të shprehet përfundimisht mbi një nga kërkesat për pavlefshmëri absolute. Në qendrimin e saj, GKK rrëzoi edhe pretendimet e mbrojtjes për sekuestrimin dhe ekspertimin e pajisjeve kompjuterike, si të kryera në kundërshtim me ligjin.